ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Me të vërtet falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojnë edhe prej Tij ndihmë edhe falje kërkojnë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu I lartëmadhëruar prej të keqijave të vetveteve tona. Këtë udhëzon Allahu, këtë drejton Allahu në rrugën e vetë, në rrugën e Islamit. Nuk ka kush ta mund atë prej asaj rruge. Edhe kush edhe vetën e vetë në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë atë pos Allahu të lartëmadhëruar. Dëshmojmë edhe deklarojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë pos Allahut të lartëmadhëruar. Edhe dëshmojmë edhe deklarojmë se Muhamedi është robi I Allahut, është njeri si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe gjithashtu është profeti I Zotit, është I dërguari I Allahut pejgamber I Tij. Sot Allahu I lartëmadhëruar në Kur'anin e Tij familart: O ju të cilët keni besuar, friksojuni Allahut, keni frikë Allahun, me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, dhe mos ja dorëzoni shpirtin Allahut, veçse duke qenë besimtar musliman. O ju të cilët keni besuar, thot Allahu I lartëmadhëruar përsëri, friksojuni Allahut të lartëmadhëruar dhe thoni veçse fjalë të mira, thoni veçse fjalë të drejta, të dalin prej gjuhëve tuaja veçse ato fjalë që kënaqin Allahun e lartëmadhëruar. E nëse ju e bëni këtë gjë, atëherë Allahu I lartëmadhëruar ka për t'ju falur mëkatet tuaja, ka për t'ju rregulluar punët tuaja, ka për t'ju mundësuar të bëni punë të mira. Dhe kush I bindet Allahut dhe I bindet të dërguarit të Tij, me të vërtet që ka korrur një fitore shumë të madhe. Gjithashtu thot Allahu I lartëmadhëruar në Kur'anin e Tij famëlart: O ju njerëz, në këtë fragment Allahu I drejtohet gjithë njerëzimit: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, keni frikë Zotin tuaj, I cili ju ka krijuar prej një njeriu të vetëm, dhe prej Tij ka krijuar të shoqen e Tij, dhe prej këtyre dyve ai ka krijuar shumë burra dhe gra. Keni frikë Zotin tuaj që me emrin e Tij, pra me emrin e Allahut, ju I kërkoni të drejtat tuaja. Pra duke I lutur Allahun, duke u drejtuar emrit të Tij, ju kërkoni të drejtat tuaja tek Allahu I lartëmadhëruar.
Kërkoni atë çka juve ju mungon. I luteni Allahut të lartë madhruar për atë çka ju e keni nevojë. Prandaj edhe thotë Allahu, dhe keni frikë Zotin që me emrin e Tij ju i kërkoni të drejtat tuaja dhe mbajini fort lidhjet farefisnore, sepse Allahu është mbikëqyrës për mbi ju. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadithi kalamullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Dhe më pas, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartë madhruar. Udhëzimi më i drejtë që nuk ka udhëzim tjetër që të çon tek Allahu i lartë madhruar përveç se udhëzimit të Tij. Dhe nuk ka udhëzim tjetër që të shpëtojë ty përveç se udhëzimit të Tij. Ai është udhëzimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë e cila futet në këtë fe madhështore, shtesë, risi, prej gjuhëve tona, prej duarve tona, ai që është risi quhet bidat. E çdo bidat, çdo risi është humbje dhe çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, nëse shohim në mbar njerëzit të cilët e duan pak a shumë Islamin, por nuk e praktikojnë atë. Ata kanë disa shprehje, tek ata kanë ngel disa dete, që këtë gjë e kanë fituar nga Islami, ose e kanë fituar nga prindrit e tyre. Për shembull, nëse marrim një shembull, kemi njerëz të cilët nuk vinë në xhami, por se kur ju afron atyre një shdërë, thonë, jo, se jam fetar, jam musliman, nuk e fus në gojë. E zura një shembull këtë gjë, por nuk do të flasim për këtë. E zura si shembull që ka dhe njerëz të cilët nuk e praktikojnë Islamin, ama kur ju ofrohet diçka, thonë, jo, stop, se unë i përkas Islamin. Pra, identifikohet me këtë gjë. Janë disa rite të cilat vërtet i përkasin Islamit, që çdo musliman duhet që të identifikohet me këtë gjë. Ta identifikoj veten e vetë për të stop, më bë halal. Nuk merret vllai, nuk merret motra për këtë gjë, sepse jam musliman. Dhe kjo gjë faktikisht me cilën do të flasim, është ajo me cilën sot shoqërinë po e shkatërron. Është ajo me cilën njerëzit janë prishë në zveti, janë dëmtuar në zveti, janë përçarë në zveti. Dhe ajo është dhulmi. E përmend Allahu në Kur'an me këtë emër dhulm, padrejtësia. Kur ka zbritur ajeti kuranor dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për herë parë për dhulmin, shumë sahabë vunë në siklet, sepse nuk ka njeri që nuk bën dhulm, nuk bën padrejtësi. Allahu i madhruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur Kurani famëlar për padrejtësi me fol shumë, aq shumë sa ne nuk mundemi dot në disa minuta të numëruara në të flasim. Duhen ligjërata të tëra që ne të përfitojmë me Islamin tonë diçka që edhe nëse nuk arrim të bëhemi praktikant të denjë, edhe nëse nuk arrim të bëhemi në kulmin e devotshmërisë, ti vendosim vetëm një kufi dhe të themi stop, unë i përkas Islamit, stop, unë identifikohem me këtë gjë. Sepse në Islam ka rregulla, të cilat
Këto rregulla kanë të bëjnë dhe ndahen në disa pjesë. Nëse neve do të lexojmë për shembull se çfarë thot Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin famëlar për dhulmin, për padrejsinë, shumë të mërshme, janë ajete shumë kërcënuese. Allahu kërcënon në ndëshkim të rrept. Allahu ndëshkon edhe kërcënon në zjarr të xhenemit. Për shembull, në një hadith kutsi, hadith të shenjtë, Allahu i lartëmadhëruar thot ndërmjet gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja ibadi, o robërit e mi besimtar, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhallamu. O robërit e mi besimtar, unë kam bërë padrejsin haram për vetën time. Ka bërë padrejsin Allahu në mëdhër, ka bërë pra haram me vetës vetë, padrejsin, Allahu është i drejti. Ama e ka bërë edhe ndërmjet nesh haram. Dhe thot, fela të dhallemu dhe mos rikoni padrejsin njëri tjetrit. Ndërsa, në një ajet kuranor në surën Kehf, Allahu i lartëmadhëruar thot, kam shkëputur vetë diçka, sepse ajeti është i gjatë: Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Ne kemi përgatitur për njerëzit e padrejtë, ata që bëjnë padrejsi, ndëshkim në zjarr. Dhe gjithashtu, nëse vazhdojmë në ajet kuranor se çka thot Allahu në Kur'an për padrejsin, do të vazhdojmë dhe themi: وَمَنْ يُظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Dhe kush bën padrejsi për jush, kemi për ta ndëshkuar atë me ndëshkim të madh. Subhanallah, jetë shumë kërcënuese dhe nuk kemi kohë që ne të lexojmë të gjitha. Sepse hyrja është vetë disa minuta të numëruar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Uroju i padrejsisë, sepse padrejësia do të jetë errësirë në ditën e gjykimit. Në ditë që çdo kush prej nesh ka nevojë për dritë, ka nevojë të ndriçojë, ai që bën padrejësi do të jetë në errësirë nga do të jetë. Hadithin e transmeton Ahmedi. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sahabët edhe gjithë ummeti që do të vinë më mbrapa ta kuptonin më mirë se çfarë është padrejësia. Çka është padrejësi që ka kaq fragmente dhe kaq ajete kuranore të frikshme dhe kaq hadithe të frikshme. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu. Edhe këtë hadith që do të themi tani e ka saktësuar Sheikhul Albani dhe gjithashtu e ka saktësuar edhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti dhe që të të ka thënë se hadithi është i saktë. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-dhulmu thalath. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se padrejësia, dhulmi ndahet në 3 kategori. Al-dhulmu la yaghfiruhu Allahu. Padrejësia, kategoria e parë, padrejësia që nuk e fal Allahu i lartëmadhëruar. Nuk ka tolerancë në të. Ndëshkimi për këtë, kategorinë e parë, me cilën Allahu i lartëmadhëruar nuk e fal, ka ndëshkim të rreptë, nëse nuk mendohet sinqerisht sa është gjallë. Kaq padrejësia rrezikshme është kjo, saqë edhe nëse ti vdes, edhe njerëzit që ty, ose njerëzit që ti i ke lënë më mbrapa, sa do të devotshëm janë thonë: o Zot falen, nuk fal Zotit. Për këtë kategorinë e parë nuk fal Zotit të gëmë. Të gjithë sahabët të vënë siklet, edhe ne vijmë në siklet, nëse nuk e dim se si vazhdon hadithi, se cila është kjo padrejësi që Allahu nuk ta fal, po edhe po vdiqe. Edhe njerëzit që i lënë mbrapa, në të jenë devotshëm, në të jenë besimtar, në të jenë bezvaqsh,
Edhe nëse thonë, o Allah, fali këtë që vdiq, o Allah, më shëroj prindin tim, o Allah, më shëroj vllajin tim, momën time, Allah nuk e më shëroj, nuk e fal. Atëherë vazhdon për profetin sa dhe thotë, "Adh-dhulmu la yaghfiruhu Allahu ash-shirk." Padrejësia me cilën nuk e fal Allahu dhe nuk ka tolerancë me të, ajo shirk. E ka konsideruar profeti sallallahu alaihi wasallam shirkun si padrejësinë më të madhe. E ka konsideruar shirkun si padrejësi që nuk ka tolerancë me të. Toleranca zero. Edhe se kur i gjithë umeti, që nga Ademi a.s. dhe deri tek i fundit, deri në ditë kiametit të mblidhe bashkë të thonë, o Allah, falem, nuk e falë Allahu në lartë më dhëruar. Kërkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i falësh xhaxhai vetë, por se u refuzua kjo gjë. Kërkoj që nëna e vetë u refuzua kjo gjë. Kërkoj Nuhi a.s. për birin e vetë u refuzua kjo gjë. Përse? Se nuk ka tolerancë në shirkun ndaj Allahut të lartë madhëruar. Atëherë, ç'është shirku? Me të drejtë shumë vllaznia, shumë motra të cilët janë fillestare thonë, "Të ç'është shirku? Çfarë është kjo t'i largohemi? Të heqim dorë, ndoshta pa dashje bëjmë. Ama ta mësojmë të largohemi, me që është padrejësia më e madhe. Me që ta mësojmë pak më vonë se kush i largohet asaj e ka xhenetin garantuar." Vllai nderuar dhe motra nderuar, shirk do të thotë që t'i bësh Allahu të lartë madhëruar ortak. T'i bësh shoqëri, të mendosh edhe të besosh se bashkë me Allahun e lartë madhëruar këtë univers e ka krijuar dhe dikush tjetër. Ka dhe dikush tjetër dorë. Kur dihet shumë që Allahu është krijuesi i vetëm, Allahu ka krijuar gjithçka, i vetmi krijues. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Sot Allahu ka ndërtuar sura Ra'd. Allahu është ai që i ka krijuar qiell pa shtylla dhe ju e shihni. Nuk është diçka që Allahu e ka krijuar dhe ne nuk e shohim. Ka krijuar Allahu e ka krijuar xhenete, ne i besojmë, por nuk e shohim. Pra Allahu e bie si argument dhe thotë, ne kemi krijuar qiellin pa shtylla dhe ju i shihni ato. Pra, dhe të thuar se është dikush që ka vdekur ai, është aty, ka ngrenë krimat. Po ky ka dorë se ato qiell që janë krijuar ka dorë dhe ky, subhanallahu, kjo është padrejësia. Nëse ai do të ishte fuqi, nuk do të vinte engjëllin e vdekjes t'i afrohej. Po se pyeti hiç engjëlli i vdekjes ja mori shpirtin. A mendoni ju se dikush që është statuj e vendosur në një qoshe që insektet kanë urinuar edhe mbi të dhe nuk e kanë ndaluar asnjë insekt të urinojë mbi të, a mendoni ju se ai ka fuqi në hyjninë e Zotit? Se ai ka fuqi në krijimin madhështor që ka bërë Allahu i lartë madhëruar? Pra ky është shirku, vëllai, me cilën është padrejësia më e madhe, me cilën Allahu nuk toleron atë. Dhe pse quhet padrejësia më e madhe? Sepse ti beson, pra kur themi ti, ata të cilët besojnë, e barazojnë dikën tjetër me Allahun e lartë madhëruar. Vllai nderuar, Muadh ibn Jabali ka qenë një sahabi në kohën e profetit, një djalor në kohën e profetit, edhe duke udhëtuar profetin me të, i thotë, ja bunenje, o djalor, a e din ti se cila është e drejta dhe detyra, pra e drejta, detyra e robëve, e njerëzve, kundrejt Zotit lartë madhëruar, kundrejt Allahut? I thotë, Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri. I thotë
që e drejta e njerëzve kundrejt madhështisë së Zotit, kundrejt Allahut të lartëmadhëruar është që ta besojnë Allahun, ta adhurojnë Allahun, ta i përshkruar shumë atij. Kjo është detyra e njerëzve. Pastaj duke ecur, i thotë, o djalosh, a e din ti se ç'është e drejta apo e detyra e këtyre njerëzve që e adhurojnë Allahun, ta i përshkruar shok atij? Se cila është e drejta e Allahut ndaj këtyre? Se çfarë u jep Allahu në kompensim këtyre, Allahu dhe dërguari i tij e di thotë. Atëherë i thotë, e drejtë e Zotit ndaj këtyre është që mos ta ndërshkoj askënd që nuk i bën shirk Zotit. Subhanallah. Muadhi u gëzua. Subhanallah. Ky është hadith që të qetëson, që të heqë peshën mbi supë, subhanallah, kush ka njëri pa gjunahe? Të gjithë mendojnë për gjunahe dhe veta, gjithë thonë, a do i fali Zoti gjunahe? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith të transmetuar nga Buhari, thotë se kush nuk i bën shirk Zotit, ka xhenetin të fituar. Sepse shirku është padrejësia më e madhe. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u hodh te kategoria e dytë. Te hadithi që po sqaroj. Dhe thotë, "Al-dhulmun yaghfiruhu Allah", dhe padrejësia me cilën Allahu e fal padrejësinë. Ajo është padrejësia që bën robi ndërmjet vetes vetë dhe Allahut. Padrejësia që bën robi me çështjet e veta private. Gjunahet që bën robi me veten e vet. Dhe nuk ka njeri që nuk është gjunafçar. Për këtë kategori, thot pejgamberi se kjo është padrejësi që Allahu e fal. Sepse Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar, "Ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." O robërit e mi besimtar, të cilët e keni të mbushur veten tuaj me gjunahe, mos e hiqni shpresën, mos e hiqni shpresën prej mëshirës së Allahut të lartëmadhëruar, edhe nëse e keni të mbushur veten tuaj me gjunahe, edhe vjen një hadith tjetër, edhe nëse ka arritur kutën e qiellit. Mos e hiq shpresën prej mëshirës së Allahut, sepse Allahu ta fal mëkatin, Allahu është mëshirues, mëshirbërës. Prandaj vllai i nderuar, motër e nderuar, mos u bë pesimist në rrugën e Zotit, pse shkave, e pse u gjynjëzove, e pse rredhe një mëkat që ka të bëjë me privatësinë tënde, pendohet tek Zoti, Zoti është mëkatfalës, është mëshirues. Edhe këtë lloj padrejësie që ka të bëjë me privatësinë tënde ndërmjet teje dhe Allahut pa cënuar asnjë tjetër, atëherë Allahu e fal atë. Allahu thotë në Kur'an, "Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Të do në Kur'an, me të vërtetë që Allahu i lartëmadhëruar nuk e fal nëse i përshkruan shok atij, nëse i bën rival në adhurim, nuk e fal, dhe kundrejt kësaj, ai fal çdo mëkat të mëkatarit, cilin do ai. Allahu e fal. Atëherë lidhemi në kategorinë e tretë, me cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha për padrejësi. Pra tha që padrejësia ndahet në tre pjesë, dy i sqaruara. Dhe e treta është padrejësia ndërmjet teje dhe krijesave. Padrejësia ndërmjet teje dhe robërve. Padrejësia ndërmjet teje dhe njerëzve. Padrejësia ndërmjet teje dhe vllajt tënd, dhe motrës tënde, dhe babait tënd, dhe nënës tënde. Padrejësia ndërmjet komshive, padrejësia ndërmjet njerëzve në përgjithësi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Adh-dhulmun la yatrukuhu Allah", pra kjo është padrejësi që nuk e la Allahu këtë. Pra kjo është padrejësi që Zoti i lartëmadhëruar ta lë ty për të ballafaqur në ditën që do dalësh para Allahut me atë rrobë që ti ke për padrejësi. S'ka për të futur në xhenet Zoti i lartëmadhëruar, edhe nëse je njeriu më i devotshëm, nuk ka për të futur në xhenet Zoti pa të ballafaqur në ditë gjykimit me atë që ti ke bërë padrejësi. Prandaj padrejësia është
Shumë të mlashme. Prandaj neve duhet t'i themi, do ta bëjmë sikurse e thamë pak më parë. Sikurse thonë disa njerëz të cilët edhe pse s'vin çafi, këta gjoja musliman nuk e konsumojnë këta. Edhe padrejësia do të gjohen e muslimanëve s'bëj padrejësi. Pse? Se do dalë para Zotit. A valli padrejësi e vogël, do më lëri mua me miliona euro që unë i kam dhënë sadaka, edhe padrejësi e një personi të jetët. Do më lëri mua pa fut në xhenet, po se Allahu është i drejtë. Allahu si kom padrejësia s'kujt. Allahu është Zoti i mbretit, edhe Zoti i kulturit. Është Zoti i presidentit, edhe atij i cili pastroi rrugët. Allahu është Zoti i gjithëve, nuk e bën padrejësi askujt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush i ka bërë padrejësi të vëllait të vet, dhe duke i cënuar atij nderin e tij, pasurinë e tij, apo fizikun e tij, le t'ja kërkoj halallëkun, thot, të kërkoj falje sot. Pa ardhur thot dita, që nuk do t'i bëj atij dobi, as dinar dhe as dirhem. Pa ardhur ajo ditë, thot, që ty do të sillet përballë ai që i ke bërë padrejësi, edhe sevapet që ti ke bërë, namazi që i ke falë, agjërimin që i ke agjëruar, ato iftare që i ke bërë, ato sevape që i ke bërë në fshëhtësinë tënde. Do të thotë ai personi që i ke bërë padrejësi, këto janë mjetë. Janë mjetë se në botë, më ke bërë padrejësi edhe Allahu ka dalë garant se do mbaj drejtësi. Pra, pjesa e fundit e shprehmej, jo prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri, dhe ky hadith që do të them tani është shumë i frikshëm. Subhanallah, shumë i frikshëm. Çdo kush që ka në zemrën e vet, qoftë edhe një grimc atomi besim në Allah, duhet ta tolerojë ky hadith. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqu da'wat al-mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bayna Allah hijab." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, friksojuni prej lutjes së atij që i keni bërë padrejtësi, sepse ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut të lartë, ndërmjet atij dhe ndërmjet Allahut nuk ka pengesë. Transmeton ai transmetim tjetër ku Jahra thot, edhe nëse ai që ti i ke bërë padrejtësi është një feje tjetër. Pra edhe nëse ai nuk krenohet si që krenohet shtu nga musliman, është një kusht tjetër. Nëse ti i ke bërë padrejtësi dhe i thot, o Zot, më bëri padrejtësi. Friksoju dhe pejgamberi ose në lutjes tija. Në realitet, ne na mjaftojnë gjithmonë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajetet kuranore për t'u argumentuar për diçka. Dhe çdo gjë tjetër është shpërtësuese. Ai që thot Allahu, thot pejgamberi, mjaftojnë ka argumente sa duash. Ama ndonjëherë historitë na motivojnë. Ndonjëherë historitë na bëjnë neve të kuptojmë se çfarë qëllimi kishte hadithi. Kam për të treguar një histori që në ka treguar Ebu Haytham. Ebu Haytham ka jetuar dhe ka qenë dietar, historian dhe transmetues në vitet 200 apo 300 të hijretit. Pra është konsiderohet prej selefëve të parë. Thot Ebu Haytham, pashtu që u afrua në turmën e njerëzve një thirrës një ligjërues që po ligjëronte dhe po thoshte: o njerëz, keni frikë padrejësi, mos bëni padrejësi, sepse padrejësia e ka fundin e keq. Keni frikë padrejësia, edhe po bërtiste me të madhe. Dhe aty sot duke folur, thot, i afrohet dikushi me krah të krutur. Dhe i thot ti, çka të shtiu ty? Tu flasësh njerëzve
që të ruhet nga padrejësia sepse e ka fundin e frikshëm. Dhe fillon këtë të tregoj për veten e vet dhe thotë, sepse unë këtë gjë e kam paguar me krahun tim. Dhe aty fillon një bashkëbisedim në mesin e njerëzve, duke treguar historinë e vet ky person dhe thotë, unë thotë kam qenë një njeri i fuqishëm dhe mbrapa meje kisha njerëz të fuqishëm. Dhe shkoja shpesh në Bregdet. Dhe aty kishte peshkatarë që hidhnin grepat për të peshkuar. Dhe pashtot që një nga peshkatarët, grepi i tij i kapi një peshk të madh. Edhe më shkolla dhe e thash të peshkën ta marrë. Edhe ai më tha, që ky është rrismi im. Këta e kapa unë, do ta çoj në shtëpi. Ora të të peshkën do ta marrë unë, do apo s'do ti këtë do ta marrë unë. Dhe unë do të po i tregoja aty të rolin, se unë isha më i fuqishëm se ai. Dhe më përgjegjua dhe tha, fëmijët e mi kanë 3 ditë ma ngrënë në shtëpi. Dhe presi që unë të zëndëm i peshkë ta çoj në shtëpi dhe të hanë fëmijët e mi. A ti këtë do ma marrësh mua me forcë? Po, do ta marrë me forcë. Me dëshirë apo pa dëshirë, edhe e merr peshkun me dëshirë. Dhe shkon në fakt. E duke ikur rrugës tregon vetë person, e duke ikur rrugës sot. Edhe në përërësirë thotë, diçka thotë, më kafshon në gishtin tim. Një insekt më kafshon në gishtin tim. E duke shkuar në shtëpi, e duke parë se diçka po bie në gishtin tim. E ku shkoj në shtëpi them, shoh gishtin i cili ishte i nxirë, i infektuar dhe me një herë shkoj tek mjeku me cilën ata e kishin atë kohë. Edhe në ato kohë ka patur mjek të shkuar, e ne njohim Ibn Sina, kirurgu i parë në rrugën toksore në popullin islam, Ibn Sina, ka jetuar në Damaskun e sotëm. Dhe shkoj tek mjeku i zonës ku ishte dhe them, ma shif gishtin. Dhe ai shefte më thonë se gishti ju të marrë infekcion, do të prerë në një herë. Nuk ka mënyrë tjetër sepse infekcioni po të ngjitet. Edhe pa pret gishtin. Edhe pa u larguar dhe pa u shkuar në shtëpi, shoh se diçka po ndodhet në dorën time. Kthehem te mjeku dhe po shkurtoj pak. Kthehem te mjeku dhe ma pret dorën, kthehem te mjeku, ma pret krahun. Edhe kur dal një person më shef pa krah. Edhe më thot para 3 ditësh isha në rregull, çka ka ndodhur me ty? I thot për Zotin nuk e di thot, se ç'më ndodhi thot. Isha thot dhe fillon të tregon historinë e peshkatarit. Dhe i thot ja marr peshkun, edhe kështu shumë ndodhet, vallai gjëja e tua është ai peshkatar. Se ka për ta coftuar mishin Allahu i lartëruar pjesë derisa ta marrë shpirtin thot. Shkove gjëja edhe kërkoja hallatën thot. Dhe me të madhe shkon për ta gjetë edhe pyet me shpyesh ai dhe i gjan. I bie një gjunjë dhe ja puf këmbët dhe i thot ma bë halal, por e kush je ti thot. Ma bë halal thot. Sepse kështu shumë ka ndodhur. Edhe ka keqarve që kishte s'ka Allah besimtari, ka keqarve. Edhe kur tjerë i bëjnë padrejsi, edhe kur i kërkojnë falje besimtari, ka keqarve. Kur e bashkë me atë keqarve, dhe krau i prerë, thash me vete Allahu më për ti. Thash po ta kam bërë halal. Shko ta kam bërë halal. Ngrirë. Edhe para se të iki, i thot, pasha Zotit dhe të më tregon të vërtetë. Kur ta ka marrë peshkën, a mos ke thënë në një fjalë, a mos e lut me në një gjë? Thot, po, thot, sigurisht, çfarë lutje ke bëri, thot? E kam lutë Allahun, thot, sepse unë fizikisht jam i dobët, thot. Allahun ka krijuar mua fizikisht dobët, e ty ka krijuar të fortë. Ti je i fortë, ti je sa një marë, unë nuk të hapë do të ty, thot. Dhe thash, o, Zot, mua më ke krijuar të dobët, këtë e ke krijuar të fortë, tregoja këtij forcën tënde, o Allah, se ky bëri padrejsi, ky më mori mua peshkun që e zuara për fëmijë. Këtë bëra lutë.
Subhanallah. Ne nuk I marrim historitë si shembuj, se shembuj kemi argumente Kur'ani, kemi hadithin e pejgamberit, po kjo histori që ka ndodhur që 300 vite më mbas shpalljes së Kur'anit, na jep neve të kuptojmë se çdo të fjalë e pejgamberit sa të kudavat me dhrum, ki kujdes, friksoju, ruaju prej lutjes atij që I ke bërë padrejsi. Prandaj vëllezër të nderuar, kjo është padrejësia që unë në fillim të ligjëratës thash që duhet kemi kujdes. Duhet ta personalizojmë veten tonë. Pra të themi që stop o vëlla se unë jam musliman. Stop o motër se unë jam muslimane. Jemi musliman, jemi besimtar, ka parime feja. Nuk është Islami sikur se ne e duam. Futu në Islam edhe pastaj tallava. Jo vëlla I nderuar, feja ka rregulla. Pra, ne nuk merremi me privatësinë e askujt, sepse Allah është katëfalës për privatësinë e çdo kujt. Ama kur bëhet fjalë për drejtësinë që I bëhet Allahu dhe padrejtësinë që I bëhet robërve të tjerë, Allahu nuk ta fal edhe po u pendohet. Thot Shejh Uthejmini, Zoti e mëshiroft në librin që ka bërë koment Riyadus Salihin, thot vëllai I nderuar, thot, nëse I ke bërë padrejtësi dikujt, thot, atëherë shko dhe kërkoja halal, thot. Shko thuj ma bëj halal, thot. Para se të vinë dita, thot, që të marrë shpërblymet e tua, thot. E nëse nuk ta bën halal, thot, mundohu, thot, me sjellje të mira, thot, derisa të fitosh zemrën, edhe pastaj të thosh ma bëj halal. E nëse nuk ta bën halal, mundohu, thot, se sikur se do të ketë dëmtuar, thot, ndoshta derin e tij, ndoshta diçka tjetër, kompensoja në fshehtësi këtë gjë, thot, se ndoshta kur dalësh para Zotit, Zoti pra ti ka pranuar edhe ai pra ta ka bërë halal. Prandaj vëllai I nderuar, duhet me pas kujdes edhe duhet ta krijojmë në veten tonë se padrejësia nuk I takon besimtarit. Sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad.